jemi martuar me mbledhëri, sepse ajo purtonte t'i bënte punën, llafe nga më të ndryshme. Dhe unë e kisha kapur disa herë në faj, më kupton? Ja ti ka bërë dorëshe në lidhje me këtë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim unë do të kem një baba të ri në moshë, është babai një vajze 5 vjeçare që quhet Foti Cano. Por çfarë ka ndodhur në këtë histori dhe pse ky baba kërkon që ditën e sotme të jetë këtu në live me Odetën, jo vetëm për ta rrëfyer këtë histori, por për të ngritur shumë akuza ndaj ish bashortes së tij. Kështu që do e djekim habitaren dhe eftoi Fotin. Foti, përshëndetje nga Tirana. Po, përshëndetje. Në fakt më keni dërguar një mesazh në adresën time të Facebookut ku kërkoje që të ishnim të dy së bashku për një problem sa kuptova me bashorten? Po, me bashorten, po. Por çfarë ka ndodhur? Në fakt me bashorten kam një problem dhe ka të bëj për kujdesarinë e fëmisë. Dhe tani, ajo vajzë nuk është e aftë për të rritur fëmijën e saj, dhe këtë gjë mund ta vërtetoj në shumë lloj gjëra, në shumë lloj aspekte, dhe nuk u kishte komunikimin e duhur në shtëpi, këtu ku ishim, sepse vajza është e pashkolluar. Jam në proces divorci, domethënë në proces gjyqësor. Ende nuk jeni divorcuar ligjërisht, por jeni të ndarë fizikisht. Po jemi të ndarë dhe po bën rreth 31 ditë që ajo është larguar nga shtëpia, praktikisht fëmijën e saj dhe u çojtë edhe iku. Pas edhe një lloj arsye bindse, unë nuk isha këtu, isha në Greqi, kisha ikur në Greqi rreth për 2 muaj, dhe më morin telefon dhe tha dua të ik për kësaj shtëpisë. Por këtë gjest e ka bërë 5 herë, më ka ikur 5 herë. Për hir të fëmisë, e ka marrë këto të 5 herë për arsye se atje ku jetona nuk ka kushte, ridëgjyshja e saj dhe bashkia i ka streuar në qytetin e Lezhës, se ka nga Elbasani dhe ka vajtur në Lezhë. I ka streuar bashkia atje dhe nuk kanë kushte. Dhe unë kur vajta e pash fëmijën si iku, nuk e pash në disa kushte që nuk më pëlqenin ato kushtet e atilla, atje ku jetonte. Foti. Dhe normalisht për hir të fëmijës e mora gjende. E mora dhe i thash hajde në shtëpi paktën të rritim atë fëmijë pa punë. I dashur Foti, më lejon të bëj dhe pyetje? Po, sigurisht. Më tregove që ke 31 ditë që gruaja ka ikur nga shtëpia dhe je në proces divorci. Unë do të pyes si e njohur ti me gruan tënde. Para sa vitesh, mund të ma tregosh këtë histori? Po. Atëre, unë në fakt me këtë vajzë jemi martuar me mbledhëri, sepse e ma kanë bërë prindrit e mi, e bërë, dhe kjo ishte nga Elbasani dhe jetonte në Lezhë, dhe unë njojta me mbledhëri. Dhe jam martuar në vitin 2018 me këtë vajzë. Po. E morëm e sollëm në shtëpia këtu, më kupton vajza ishte e paditur, e pashkolluar dhe si gjithmonë më kupton prindrit u zotuan se do ta mësojmë, do ta edukojmë. Mirë, në rregull thash. Në 2019, në kohën që ra pandemia, ajo u çojtë dhe iku pa asnjë lidhje. Thash unë lere kjo vajzë nuk është aftë pra asnjë lloj gjë. Dhe vendosa që nuk do ta marr me. Mbas një muaji më merr gjendën në telefon dhe më thot Foti, të lutem të më falësh, kam bërë shumë gabime, nuk do t'i veproj me ato gabimet. Punë e saj. Po mirë thash unë, besoj se ka ndryshuar kjo vajzë. Vajza dhe e mor. Sa vjeç ishte nusja juaj kur ju u martuat? Vajza ka qenë 18 vjeçë. Fëmijë e vogël pas ka qenë, e kuptoj. Mirë, në rregull, nuk i ve faj, atëre vajta e mora për këtë arsye. I thash dhe vetes, mbase ka ndryshuar, thash, sepse e vogël më kupton dhe normalisht me njerëz të panjohur këtu dhe erdhi shkaku që erdhi tashi. Besoj se i kuptovi gabimet, thash dhe vajta e mora. Por sa vite kishit diferencë me njëri tjetrin? 8 vjet. 8 vite diferencë. Tani me sa po kuptoj unë i dashur Foti, ty të bën një nusë se ta sollën prindit në shtëpi, por jo se ti e ke dashur. Jo, nuk ishte gjë me dashuri, po. Për të respektuar prindrit, vendose të martoheshe me atë vajzë. Po. Por pse e bëre këtë gabim? Tani, sepse unë kisha shumë kohë që isha në emigracion dhe isha jashtë shtetit. Dhe për të mos ja prishur prindve, më kupton, sepse më thanë jeni një moshë madhore në të cilën nuk mund të zgjedhësh dhe nuk mund të bësh. Ne kemi gjetur një vajzë, më thanë që ajo është shumë e mirë, do ta edukojmë
do marr ushqet tona, më kupton, edhe si gjithmonë që me nenën më kupton nuk ja prishja pra se një lloj gjë, dhe i thash, po mirë më nenë, nëse ti mendon se është gjë e mirë kjo dhe mund ta shtrosh këtë vajzë ti dhe ta edukosh, i thash ai se s'po ta prish. Sepse, më falë që ndërpres, pjesa më e madhe e djemve që jetojnë në emigracion, janë prindri që u bëjnë nuse këtu në Shqipëri, martesa që shumica janë të dështuara, dhe kjo është një fatkeqësi. Që ti s'ke patur mundësi ta njohësh, por edhe ajo s'ka patur mundësi të njohë dhe ju me njëherë jeni martuar. Po. E qartë, çfarë ndodhi më pas? Ajo iku pas një viti, me çfarë motivi iku? Motivi që ajo iku, tha, unë kam shumë ngrindje, më tha, nga familja jote, tha, dhe nuk i duroj dot. Ne do qojmë tik, tha, nuk mundet. Po ti, ku jetoje në ato kohë, kur ajo... Këtu isha dhe unë, këtu isha, por vajza ishte e pa ditur dhe kur erdhi këtu, ajo vajzë nuk ditet bën as edhe një lloj gjë. Nuk ishte as e shkolluar, as e një lloj gjë. Më thënë, nuk mundet të sillte familjen vërdall. Dhe i thash po mirë në rregull, i thash nëse sepse nëna ime gjithmonë kur e kritikonte për një diçka që bënte gabim, dhe e kritikonte dhe i theshte që kjo gjë është gabim, do ta bësh kështu se kështu është e saktë. Asaj i dukshte gjithmonë gabim, më kupton, çdo lloj kritike i dukshte gabim. Tani unë jam i logjikshëm dhe i shikoja gjërat, ta më kupton dhe mësonja dhe i thesha, nëna ime nuk po të grind. Thjesht po të mëson që ti të ecësh në jetë. Jo thjesht ajo unë di. Nuk di, i thesha unë, sepse po të dije, nuk do vinin këto që po vinë tani. Pra, konfliktin ajo e ka patur me nënën tuaj dhe ky është shkaku që iku për herë të parë. Po, që iku për herë të parë. Dhe çfarë ndodhi? Ajo të mori në telefon, ti shkove e more. Pasa iku ishte ko pandemie, si të thash, në vitin 2018 të martuam. Neve në 2019 në ko pandemie, u qojtë edhe iku, pa filluar pandemia. Si iku në lesh fillovi pandemia. Në bazë 2 muajve, 2 muaj të sa, diçka e tillë, më mori gjendën në telefon dhe më tha, më falë, tha, kam gabuar, unë zitova, isha e vogël, fillovi të pranon të gabimet e saj. I thash unë dëgjoj, unë dua një njeri, thash, që të krijoj familje, e pare punës dhe e dyta, të kemi komunikim dhe ti të më dëgjosh mua, i thash, për çfarë do lloj gjëje që unë do të them. Që ti të ecësh përpara, i thash, se nuk di. Jo në rregull, më tha mua t'jap fjalën, tha pa me radhë, tha. Në rregull, i thash, nëse je i bindur, i dash Foti, më fal që ndërpres. Atë ditë që ajo iku për herë të parë, u zu me nënën tënde, me vjerrën? Jo, asë në herën e parë, asë kishte grindje fare, unë si të thash, ajo thjesht nëna ime e kritikonte, e mësonte për të mirë dhe asaj i dukshte çdo gjë keq, sepse ajo purtonte ti bënte punën, më kupton edhe i dukshte çdo gjë, më kupton ishte mësuar të rinte, vetëm të rinte, mos bënte asnjë lloj gjë. Por ajo ta komunikoi ty që do largohet apo thërriti prindrit dhe erdhën ata e morën? Jo, prindrit e saj asë nuk përzihen fare me këtë lloj çështje, sepse prindrit e saj janë të divorcuar. E kuptova. Janë të divorcuar dhe njëri është martuar, domethënë e jema është martuar po në Lezhë me një tjetër i cili kishte 3 fëmijë, 2 i ka çuar në jetimore, 1 e mbajti. Ndërsa Jati është martuar në Durrës dhe llafos gjithmonë me Jatin dhe Jati sepse këto i riti gjyshja e saj. Dhe Jati më tha mua, Foti më vjen keq, tha, po ajo nuk është njeri, unë vërtet çupe kam, tha, po ajo nuk vin dot në jetë, më tha mua, që kështu më mirë, tha, zgjidhi gjërat vetë. Jati ka bërë dorëheqje në lidhje me këtë. Por një fatkeqësi për atë ishte nusen tënde se duke u rritur vetëm me gjyshen, me prindër të divorcuar, e kuptova dhe arsyen pse ajo ka qenë e pashkolluar dhe Po. Ato që the ti deri në këtë moment, edhe kjo është një fatkeqësi e madhe. I dashur Foti, ajo të tha ty që do iki, ti si reagove, duke e ditur dhe historikun që ishte një vajzë e vuajtur? Unë gjithmonë e kam këshilluar dhe i thash, dëgjoj, ti je një vajzë jetime, i thash unë, kudo që të vesh, nuk do të respektoj një siç po të respektoj unë. Sepse i thash unë, nëse të kam ngrindur për të mirën tënde, i thash, më kupton, sepse ç'është ai bashkëshort që do të keqen e gruas së tij. Dhe unë nuk po të mësoj për keq, po thjesht i thash unë, dëgjoj më mua që të ecim përpara, më kupton, sepse kjo nuk është jetë kështu, i thash unë. 1-2 e grindur për hiç mos gjë. Kështu i thash, qetësohu dhe mos bëj veprime të këtilla. Jo, tha, do ikun, tha, dhe pik. Mirë, në rregull, i thash, unë se me zor nuk bëj dot. Nëse ti e ke vendosur për të ikur, çov ik, i thash. Çfarë do të them unë? Dhe ajo iku tek nëna apo tek gjyshja? Ajo vajti tek gjyshja në Lezhë. E qartë, ndërkohë ti marrëdhëniet me gjyshen, si ke pasur me gjyshen e saj?
Tash nga momenti që ajo vajtja tjetë e gjyshja dhe ajo fillovi, o më kupton të shpifte shumë lloj gjërash, edhe po ovi me gojën e saj sepse ata modhen ujë të nxehtë, deshin të më dishnin, kanë përdorur dhundaj me llafe nga më të ndryshme. Dhe i thash unë mua më vjen keq, unë nuk kam përdorur dhundaj asaj femra asnjëri, thash unë sepse mbi të gjitha është shumë e vogël, e vetmja gjë që unë kam bërë, i thash e kam mësuar, e kam kritikuar, e kam edukuar, i thash, por i thash çdo gjë me mirë kuptim, jo me dhunë, i thash unë, jo, ju e keni bërë kështu, kështu, ju e keni bërë kështu. I thash unë, ajo nëse ka ndonjë fakt ta vërtetoj, i thash unë jam këtu, hajde më arrestoni dhe më bëni ç'të doni, thash unë. Unë nuk kam përdorur dhunë. Pra të ka abuzuar gjyshja që ti ke ushtruar dhunë ndaj mbesës dhe kjo ishte arsyeja që ajo u largua. Po, dhe mbasi më morin telefon dhe më kërkovi falje njërin tjetër, nuk e di se çfarë ndodhi pasaj, dhe kur erdhi këtu në shtëpinë time më tha mua, deklarovi vetë ajo, isha 7 zanë tha dhe më detyrovi gjyshja ta tiqja fëmijën. I thash të lutem, mos shpif gjëra të këtilla sepse këto janë gjëra i thash që të futin shumë në konflikte. Mos shpifi thash unë gjërat këtilla. E mora gjyshën telefon e i thash mbesa jote kështu po më thot. I ktha e kam bërë lanet se ajo vetë shëmgënjen. Dhe ata njerëzit nuk ishin domethënë në një fazë që të vinin dhe të dëgjonin të dyja palët. Ku qëndronte problemi që ta zgjidhnim dhe të mos ndodhnin më këto që ndodhnin. Nuk mund të gjej një njerëz të logjikshëm nga ana atyre që tulen dhe ta diskutojnë muhabetin. E qartë, ndërkohë ajo kërkoi falje i dashur Foti, ti vendose që ajo të rikthehesh në shtëpinë tënde dhe kur ajo u rikthye pas 2 muajve që ishte larguar, ishte 7 zanë. Jo, në fakt kur erdhi këtu ajo më tha mua isha 7 zanë atje në Lezhë ku isha dhe më detyruan, tha më detyrovi nëna ta isha fëmijën, tha. Domethënë kishte bërë abort. Po, më detyrovi nëna tha që ta isha fëmijën, tha sepse nuk deshte që unë të vinja më këtu. I thash të lutem, i thash mos shpif gjërat këtilla se janë shumë gjëra serioze. Por ishte Jo, më tham, të lutem, i thash. Ishte i vërtet ky lajm? Domethënë ti arrite ta verifikoje? Tani kur e pyeta unë gjyshën e saj, gjyshja tha kështu. Ishte kohë pandemie, tha. Kjo u smur tha dhe ne i jepnim ilaçe tha për të pirë, po pa ditur se kjo ishte 7 zanë, tha. Dhe mbase kanë ndikuar këto ilaçe tha dhe dështoi fëmia. Tani nuk e di se si qëndronte e vërteta. Gjyshja kështu më tha, kur i thash këtë fakt. Por çfarë ndodhi? Ajo u rikthye si vazhdoi jeta juaj? U rikthye, kaluam, domethënë rreth 5 muaj kishim komunikim, çdo gjë në rregull. A më kupton? Erdhi viti, edhe mendova se kjo vajzë u poq tash dhe vendosa që të bënja një fëmijë, a më kupton? Tash mbase edhe fëmia mbase e pjekë më shumë me njërin tjetër. Sollëm një fëmijë në jetë, mbas 8 muajshve, si më vajti çupa 8 muajshve, u çojta dhe ika në Itali për një jetë më të mirë, a më kupton? Po. Sezonal, rreth 4 muaj. Sa u çojta ika në Itali, mbas një javë më marrin telefon dhe më thotë unë do të çojmë ti këtu. I thash unë pa arsye, pse do të ikësh? Jo do ik, më tha mua se nuk duroj dot më këtu. Po dalem i thash unë fëmijën ku do ta çosh qyshte? Si do çosh ti ikësh ti? Jo do ik, më tha mua, nuk riu dot këtu pa burr, duhet të kthehesh ti. Po dalem i thash unë po të kthehem unë atje, sepse unë jam nga Kosha dhe i thash, në Kosh nuk ka se një lloj pune. Pak në të rit 2 muaj thash dhe të kthehemi, që të rregullojmë pak shtëpi, i thash unë që të jetojmë ne si njerëz. Jo, unë do ik. I thash nënës dëgjoj, ajo ka vendosur ti. Të lutem mos ja lini fëmijët sepse atë janë kushte katastrofe. Dhe nëna i tha, dëgjoj, tha ti çou ik, tha, shkoj qetësou, tha në njerëzit tanë tha ku do vesh, dhe pasaj tha rit një farku edhe ai gjende tha, jo, lajmëroi policin. Erdhi policia këtu në shtëpi, u bë gjë e madhe, kjo ishte ere dytë që do ikte. Fëmia ishte në gjim, u kupton 8 muajshe dhe I mori policin intervistë prindrit e mi, e pa, kjo akoma po onte se këta përdorin dhunë psikologjike ndaj me dhunë fizike, sepse kishte një teze që ajo tezja e shtynte gjithmonë, për të bërë këto veprimet këtilla. Se ishte mësuar, se ajo nuk dinte as të fliste as të bënte. Gjithsesi e pa polici situatën, edhe i tha prindve të mi, dëgjoni tha, këtë vajzë ta hiqeni sa më përpara, tha, sepse do ju bëj një gjë më të madhe. Bukur tha. Në rregull i thash unë jep janë çupën të çoj tik. Ja dham çupën, u çojtë edhe iku. Vajti në Lezhë dhe unë e vendosa mirë tash sa të kem mundësinë ta ndihmoj çupën, tani s'kam çfarë të bëj me iku. Ndinta rreth një 5 muaj në Itali, më mori gjendën në telefon
vajti në Durrës një jati, më tha mua, dua të vi në shtëpi, tha, sepse fëmia gjuna, kështu një anën tjetër më tha. Unë erdha, nuk e mora, erdha, vajta e pash situatën e fëmisë, kur e pash fëmin, fëmia ishte, nuk e di, ishte shumë i smurë, janë të trupi gjithmonë, sepse atje në një kontenjer rinin ata, dhe atje ishin rreth 6 pjesëtar që rinin, a më kupton? E pash fëmin atë gjendje të atil dhe thash, hajde se po e marrë të rirë të fëmis, thash, ndodhi çfarë ndodhi, policira ta marrë sepse mendova për të mirën e fëmis. E mora dhe e solla gjendje këtu në shtëpi. Por i dashur Foti, me sa po kuptoj unë, ajo konfliktin që ti e ka pasur me nënën tuaj, domethënë kur ti ishe në shtëpi, ajo ishte mirë. Kur ti largohesh në emigracion, ajo nxirrte pretekstin që nëna juaj, pra ish vjerra, e dhunonte, me sa kuptoj unë. Konflikti midis nënës time dhe asaj ndodhte dhe unë kur isha këtu, më kupton? I shikonja situatën sepse ajo nga që purtonte të bënte çdo lloj pune dhe nxirrte pretekst se unë kam konflikte me nënën tënde, ajo më trajton kështu dhe unë kur kam qenë këtu. I pash gjërat më kupton që nuk po shkonin mirë, i thash atëre, dëgjoj, nëse ti ke, i thash unë konflikte me nënën time, atëre i thash unë, hajde me mua do ikim dhe të jetojmë në Greqi, a më kupton? Po pra, kjo ishte zgjidhja më e mirë për ty, që të largohesh nga nëna me që ajo kishte konflikte me ish-vjerrën, po? Po, atëre i thash unë, hajde me mua dhe do ikim në Greqi, i thash unë, vem në Greqi, i thash unë, dhe atje i thash unë, jep ti dhe unë, i thash unë. Edhe plus ku do na bie puna të punojmë, do jesh edhe me kolektiv me njerëz të tjerë. Vemrim njerëz 3 muaj thash unë, shikojmë një situatën, dhe pastaj marrim me çupën dhe jetojmë atje. Nëse ti përballesh jetës në Greqi. Dakor, më thanë. E marri kemi ikur në maj, vajtëm në Greqi, shumë bukur, filluam punë në bujqësi. Punuam rreth një 4 ditë, fillova të konfliktohesha me të gjithë brigatën ku ne punonim. Po i thashun, po nuk ta kam fajin ata njerëzit me çaj punë këti. Shiko më punën tënde. Jo, fillova të konfliktoshe pse ti llafos me atë, pse ti llafos me këtë. Po normalisht me që do llafos i thash se mua më lidh puna që të llafos, sepse unë isha ajo që dinja gjunë. Dhe normalisht që do t'ja kthejnë edhe këtyre njerëzve të tjerë. Jo, mos llafos fare. I thash. Fillovi të mos vinte me në punë, se nuk vi, u lodha, u bera, ndej direkt do një muaj, do ik në shtëpi, më tha mua. Foti, por gjatë kësaj kohe që jetonit në Greqi, vajza, ku ishte vajza juaj? Kush e mbante? Vajzën e lash me prindrit e mi në shtëpi. Më kupton sepse vajza ri shumë më mirë me nënën time, sepse nëna time normal që e do jashtëmase dhe babai tim. Të rinte me gjyshri, nuk e kishte problem. Por çfarë ndodhi më pas në Greqi? Ajo ndëndi pak muaj dhe tha do kthehemi në Shqipëri. Nuk e përballonte dot punën në Greqi, a më kupton sepse ishte tipi aty, nuk e di pse, po nuk e përballonte dot punën dhe i thash unë moj ti zonjë dashur, ne kemi erdhur këtu në Greqi, po mos punovëm të dy, ne nuk mund të ecim dot përpara. Çfarë të bëj unë vetë i thash? Unë do të çojmë ti justifikime nga më të ndryshme. Mirë i thash unë. E mora, e përsolla me makinë, çova në shtëpi, thash unë nuk mund t'ja lë dot punën tjetrit, i thash unë se më vjen rënd. Punova dhe rreth një 3 javë, unë nuk ktheva dhe unë pasaj. U ktheva pëme, jo u pendova, tha herës tjetër kur të vi, nuk do bëj më kështu, nuk po çfarë thua, i thash unë. Këtu më thej që kam probleme me prindrit e tu. Të mora të shova në Greqi isha unë dhe ti. Ti u konfliktove me të gjithë brigatën. Akoma dhe me pronarin që na merrte në punë u konfliktove. Po atëherë i thash unë, ty nuk ta ka njeri fajin, ta ka fajin truri, i thash unë. Që kështu i thash unë, ti nuk e pra se një lloj gjë. E mora dhe herën e dytë në Greqi, se më tha mua kam ndryshuar njërën tjetër. Vajtëm gjende po i njëjti avas. Po thash ti nuk kam çfarë të bëj me ai. Thash, ik dhe bëj çfarë të duash se në klasë xhanin më thash. Ik dash merr fëmin, dash valla i nuk duroj dot me ai thash. Çau dhe ik. Vajti në shtëpi, erdhi këtu në shtëpi, se unë ndenta në Greqi rreth do një javë, u ktheva unë. Më tha mua, u pendova tha unë për gabimet që kam bërë dhe nuk i përsëritme. Ele, mbas ja, do me thënë, ky muhabet që ndodhi ishte 10. Tani u qoj dhe i ku gjende, me pretekstin se kam dhunë, kam këtë, kam atë, nuk duroj dot me, u qoj dhe i ku gjende tani. Por i dashur Foti, nga të gjitha këto denoncime që ajo ka bërë, akuza më saktë, që ka bërë ndaj teje, ndaj nënës tënde që është dhunuar, policia ju ka thërritur ndonjëherë? Tani, kësaj radhe erdhi policia herën e parë, a më kupton, kur u çoi te iku ajo, se kjo është herë e dytë që ikën me polici. Po. Kur erdhi herën e parë polici, mori intervistë prindrit e mi,
Mori dhe intervista të aja dhe i tha prindve të mi, digjoni tha, lereni këtë vajzë të ik, tha, sepse kjo nuk është mirë, tha, nga mendja, tha, që kështu lereni të ik, tha, pa ju sjell ndonjë problem akoma më të madh, tha. Lereni tha të bëj çfarë të dojë. Ish gruaja juaj, përveç se ishte një një vajzë e pashkolluar, që është një fatkeqësi, kishte probleme me anën e saj të shëndetit mendor? Në fakt kishte, sepse e mora dhe e çova në një doktor, në një psikiatër këtu në Korçë. Po. E çovi plaka ime, nëna ime, dhe ajo i tha, keni shumë kujdes nga ky lloj njeriu, tha, sepse ky mund të bëj shumë lloj gjërash. Keni kujdes, çdo gjë me qetësi, tha, dhe i dha një mjekim ai, më kupton? Dhe i tha që do ma sillni, tha, mbas një muaj, tha, të vi ta shikoju, tha. Do ma sillni mbas një muaj, tha, që ta shikoju se si ka ecur gjëja. Erdhëm në sollën këto, ju çoj te iku gjenda. I ja thoshte truri do ik, ç'është ai. Foti, çfarë diagnoze i dha doktori? Ai thjesht i shkrojti recetën, a më kupton, ajo ishte vizitë e parë që bëri, i shkrojti një recetë dhe i dha një medikamente, e qartë, por një diagnozë e ka dhënë mjeku, apo nuk keni dieni për diagnozën? Tashi nuk jam në dieni për diagnozën që ai kishte shkruar, thjesht ajo e mori në nënën time dhe tha të lutem, tha, sepse unë atë periudhë që ajo u çoi te iku nuk isha këtu, isha në emigracion, po bënja rreth 3 javë kur të vi, tha, djali, tha, të lutem shumë, tha, të ma sjellësh këtu, tha, që ta marrë dhe atë, ta pyes për disa gjëra. Të lutem do ma sjellësh, tha, dhe kur të vi ta sjell edhe këtë, që ta shikoj se si ka ecur, tha, shëndeti kësaj. Ju arritët të shkoni tek mjeku kur erdhët nga emigracioni? Kur erdhëm nga emigracioni, ajo kishte çojtur dhe kishte ikur. Kur u ktheva unë, ajo kishte ikur gjenda, më kupton? Vajta para disa ditëve vajta dhe ajo mjeku dhe i kërkova këtë dhe më tha mua, unë do ta shikoj, më tha mua, do ta shikoj atë recetë sepse më dushe për një gjyq që ta faktonja se kjo vajzë nuk është mirë. Dhe më tha mua, unë do ta kontrolloj, tha, dhe do ta nxjerr recetën e asaj që ka erdhur këtu, tha. I qartë. Do ta kontrolloj, tha, dhe do ta nxjerr. I dashur Foti, ju më treguat që prej vitit 2018 dhe deri më sot, gruaja juaj ka ikur disa herë nga shtëpia. Po. Hera e fundit, çfarë ndodhi që ajo iku? Dhe ti me sa kuptoj unë, nuk pranon më që ajo të rikthehet dhe nëse të kërkon falje. Tani, kësaj radhe që iku, unë kisha ikur, po isha gjende në Greqi dhe po bënja rreth 1 muaj gjysmë që kisha ikur. Ajo fillovi më kupton të llafose shumë në telefon, dhe gjithmonë nëna ime më theshte, ore, kjo shumë po të llafos në telefon, rigjën orën 2 të natës të llafos në telefon, llafos me zë të ultër në telefon, më tha mua, që jam këto gjërat këtiva, dhe unë e kisha kapur disa herë në faj, më kupton, ja kisha thënë, këtë ja kisha vënë në dukje që nuk është rrugë e mirë kjo që po me, dhe ajo tha, nuk duroj do të me, tha, sepse nëna jote gjithmonë, tha, ma akuzon pse unë llafos në telefon. Moj ti thash, ti mos më llafos gjerë orën 2 në telefon, që shkjo gjekti. Po unë rritha gjerë po thjesht shikoj video. Atëre pse llafos me zë të ultër, i thashon. Dhe ka qenë data 28 dhjetor. Para se të kalojmë te data 28 dhjetor, ti më the pak më parë që unë disa herë kisha kapur në faj. Çfarë duhet kuptojmë? Atëre, në faj, ajo kishte një Facebook, a më kupton, dhe këtë Facebook e kisha hapur me emailin tim dhe normalisht që më vinte dhe mua kodi Facebookut i asaj. E hapa dhe unë Facebookun e asaj dhe shikonja se me kë po shkruante, a më kupton? Dhe nga momenti kjo po shkruante me një djalë i cili ishte nga Lezhë, nuk e di, po shkruante me atë, më kupton se kjo nuk dinte të shkruante, po shkëmbenin mesazhe me zë. Audio. E pas, dhe i thash, kush është ky djalë, më tha mua është kushuriri nga anë e babit. Mirë, e mora tjatin telefon dhe e pyeta tjatin, kush është ky X person, i thashun, më vjen keq sa po nuk e njoh fare. I thashun, çupa jote ka deklaruar se ky është kushuriri jot. Jo, tha, fute në grup ti flasun çupës. O, tha ajo, po ajo ashtu më tha mua që është kushuriri ten, tha, dhe unë ja pranova ftesën. Mos si mund ja pranosh ftesën kujt dohet, i thashun pa e njohur. Po në ato audio që ti dëgjove nuk kishte besoj tradhtim. Nga momenti që ajo llafoste me këtë person, më kupton, nuk u kishte lidhje fare që të llafoste, sepse nuk e njinte, e pare punës. Dhe e dyta, nga momenti që ajo diskutonte dhe unë e kërkova këtë djalë kush ishte, dhe nuk e kishte as në soj, as në fis. Tani se kuptoj, përse e lidhte, po mund të thote kam shok, po ajo nuk e njinte fare.
as shok, as edhe një lloj gjë, më kupton, si ishte e njëjti nga në Facebook dhe vazhdoi të vallafoste me këtë lloj njeriu. Dhe i thash, këto nuk janë gjëra të sakta. E qartë, çfarë ndodhi në 28 dhjetor të vitit kaluar që ajo iku përfundimisht nga shtëpia? Atëherë, më datën 28 më morin telefon dhe më tha mua unë nuk duroj do të më të çojmë tik. I thash unë dëgjoj, unë maksimumin për 4-5 ditë i thash unë do vi. Ti sqaroj një gjërat i thash unë. Ti kapim një gjëra nga fillimi dhe të shikojmë se ku qëndron problemi, mbase e zgjedhim apo se zgjedhim. Të paktën i thash, e ri, festo vitin e ri me çupën se unë si jam ti si je i thash unë, sikur është gjuna për atë çup. I tha se më ka mërzitur shpirtin dhe ajo tha, nuk e dua sa atë do çojmë tik. Po mirë thash unë nëse e ke vendosur për ti, kush çfarë çem unë shkret atëre? Unë do marr babin tënd i thash në telefon, ta vë në dijeni që ti po largohesh nga shtëpia dhe ik pasaj. Dakor, te mora ti atin telefon i thash, o ti zotri thash unë këtu qëndron muhabeti. Më tha mua, në rregull, nisi çupën disa ditë më tha mua këtu në Durrës, ti qetësohet kur të vish ti ajt më tha mua flasim gjatë e gjerë tha, shikojmë se janë gjërat. Në rregull. Marr një shok në telefon. Vina në orën 6 të mëngjesit tu në datën 29 dhjetor, hypën e babait tim me atë, e përcjell gjë në fugonin në amxhensia, jep edhe leka ish gruasime, e hypën në fugon dhe ikën mirë bukur. Vetë dhe jati, më merr telefon jati, më thotë mos ki merak se arriti çupa. E është në rregull i thash unë, po shumë në rregull. Atëherë thash unë, çupa jote kështu ka vendosur. Mos u mërzit më tha mua se do t'i rregulloj unë gjërat. Faleminderit, thash unë për 4-5 ditë do vi dhe la fosim nga afër. Në rregull. Ndej direkt 12 ditë atje, i vajti një dajo në Durrës, e mori dhe ikën në Lezhë. Pastaj sa vajti në Lezhë, më kupton, u kujtua se kishte një fëmijë, nuk e di se çfarë i siguruan ata ndeja. Dhe morin telefon, më tha mua unë dua fëmijën të marr mbrapsht. Të lutem i thash unë nuk po e moj se është fëmia jote. Nuk po e moj këtë, edhe ti je nën, po edhe unë jam print, por nuk mund ta lej dot fëmin tim i thashun në ato kushte ku je ti i thashun. Një e para, dhe e dyta, fëmia im duhet të shkollohet dhe të edukohet i thashun. Ti se ke dot këtë mundësi i thashun. Ti e di shumë mirë këtë gjë i thashun. Po jo e kam pjellun, po mirë moj në rregull i thashun. Unë s'po ta moj, çupa është këtu, të vish ta shikosh sa herë të duash, por ti e di shumë mirë i thashun, që çupa nuk mund të edukohet atje, sepse në radhë të parë ti nuk u ke edukative për t'i dhënë kësaj çupe. Sa vjeç? Kështu të lutem shumë i thashun. Sa vjeç është vajza? Vajza është 5 vjeçë. 5 vjeç, me jetë ta keni. Dhe çfarë ndodhi më pas? Tani puna e qëndron këtu, sepse unë kam kapur një avokat dhe jam në proces gjyqësor, siç të thash. Po. Dhe këto janë kushtet që ka ajo vajzë, më kupton ajo ride gjyqja, siç thash janë të divorcuar. Dhe nuk u ka kushte të përshtatshme për të rritur një fëmijë, dhe unë nuk jam kriminal që fëmijën ta ndaj nga nëna, nëse ajo do ishte nën, pa diskutim. Erdha unë këtu në Shqipëri, domethënë isha rrugës duke erdhur, më morën telefon dhe më thanë iku në Lezhë, ajo se erdhi dajoa dhe iku me atë në Lezhë, me dajon e saj. Po mirë thash në rregull, ajo e di. Dhe nga momenti kur vajti në Lezhë pasaj, fillovi të më mirte në telefon dhe do më theshte dua të marr çupën, dua ta marr sepse unë e kam moj, thash unë ti ta marrësh çupën, nuk jam në kundërshtim i thash unë, po duhet të jesh në dhemsur i thash unë, sepse ti e ke braktisur 3 herë këtë çupë ke ikur i thash unë. Tani kujtohesh se ke një fëmijë i thash unë mbas 13-14 ditëve. Ç'është kjo gjë e tillë i thash unë? Atë thash pritë të festonje vitin e ri me çupën, edhe pastaj do vinja dhe unë i thash, dhe i diskutonim gjërat, jo do ikur. Tani thash unë, mirë ku do ta çosh këtë fëmijë i thash unë? Ti nuk u ke kushte i thash unë. Nuk e shtëpi, nuk e ku do ri ky fëmijë të flej i thash unë me 6 pjesëtar në një kontenjer i thash unë. A nuk të vjen keq për këtë fëmijë? Jo, unë do vi ta marrë një herë ndër. Po mirë më i thash unë, hajde urdhro. Unë nga momenti që erdha, vajta dhe bëra kërkesë për gjyq në gjykat, edhe çdo gjë në rregull. Sepse e dinja shumë mirë se gjithmonë sa e rikte çupa ande dhe kur e mirë e sillja këtu, briste çupa në për spitale gjerë sa unë e sillja në atë që dushe, më kupton që është ronja, sepse gjithmonë sa që vinte që ande do kishte një diçka. Më kupton, do ishte e smur me kolla, me fshika në trup, nuk e di, gjithmonë sa vinte që ande ishte e smur çupa. Por çfarë ndodhi? Dhe për kaq vendosa, po. Çfarë ndodhi? Ajo erdhi e mori vajzën nëna? Jo, unë aplikova dhe ajo erdhi mbas 28 ditëve, erdhi këtu në Korçë, vajti në rajonin policisë dhe bëri denancim.
Prindrit e ish burrit tim, tha ajo, kanë përdorur dhunë psikologjike ndaj me, dhunë fizike, tentim vrasje, i kishte thënë atyre dhe shpifje nga më të ndryshme. Dhe më mori ai shefi komisariatit në telefon, që kishin dhënë numrin tim, më mori, më tha mua, je filan Fistaku, po i thash unë. Ju kush jeni, unë jam polic, më tha mua, mirë, në rregull, i thash, si është puna? Kam këtu, më tha mua, bashkëshorten tënde, më tha mua, dhe ka bërë një denoncim ndaj teje. Dhe do vim atje në Zhegjeras, po i thash unë kam një avokat që më përfaqëson, merreni në telefon avokatin tim dhe llafosni, thash unë, se mund të shpif shumë gjëra. Gjithsesi ja dash numrin në policit, mori tha avokati, ore tha, si mund të pranosh ti tha denoncimin e asaj, tha që ajo ka ikur në datën 28. Dhe kur iku me datën 28, unë kam vajtur në organet kompetente dhe i kam informuar ata që ajo iku, sepse e dija që do dilnin këto gjëra, se nuk është ere parë që po ndodhte. Dhe kur polici i Korçës e pa domethënë si ishin gjërat, tha më vjen keq, po nuk e dija se ishte kështu situata. Dhe i përdhevi, tha nuk mund ta marrin përballë dot këtë denoncim. Pastaj vajte në Maliq, më kupton? Tha do vini në Maliq, tha se atë fshat ku jetoj unë e përfaqëson Maliqin. Vajten atje, berën dhe një denoncim atje, më kupton? Dhe çfarë ndodhi foti? Pastaj vajtën, si të thashë, vajtën në rajoni policisë në Maliq, kishin deklaruar dhe atje po me të njëjtat akuza, dhe ai i rajonit na thiri normalisht për të na marrë dhe neve një intervistë. Vajtëm atje dhe neve të nesmen, që na thiri familjarisht, mua dhe 2 prindrit e mi. Vajtëm atje, tha ju çfarë keni për të thënë, tha për këtë, na i shkrojti dhe tha dëgjoj, tha. Në rast të parë, tha, nuk merren shumë për bazë, tha, fjalët e asaj, sepse ka erdhur mbas 31 ditëve tha të bëj denoncimin, por tha neve na duhet, tha, të regjistrojmë të gjitha këto bisedat, si nga pala nga ana atyrve, si dhe nga pala tuaj, tha. E qartë. Sepse tha këto tha do dorëzohen tha në gjykatë, dhe pastaj tha janë vendimet e gjykatës, tha, këto tha se si do veprojnë gjërat. Mirë, në rregull, i thash unë nuk jam në kundërshtim, i thash unë vazhdoni kryeni punën tuaj. Unë këto që kisha për të thënë ti thash, ja dhe prindrit e mi e dhanë deklaratën e tyre, kjo është e vërteta, i thash unë tani, ajo vajzë mund të shtoj shumë gjëra, i thash unë, sepse nuk është ere parë që po ndodh, kjo ka ndodhur shumë herë, dhe gjithmonë po të njëjtat gjëra janë që ajo nxjerr, i thash. Gjithsesi në rregull. Dhe tani i vetmi problem që kam qëndron këtu, sepse unë e di shumë mirë që fëmia im po vajt janë dhe to ta shfrytëzojmë për shumë lloj gjërash, sepse aktualisht vajza me kë jeton? Tashi vajza është me mua këtu, më kupton, është me mua. Dhe ju do bëni një luftë, le të themi, në gjykatë që kujdestaria të kalojë ty dhe jo nënës. Po, jo sepse më kupton kam diçka inata, po nuk është thjesht dua më të mirën e të mirës të fëmijës, të edukohet e të shkollohet. Këtu e kam mundësinë për shumë lloj gjërash, sepse normalisht që unë punoj për atë vajzën dhe do punoj gjerë sa ajo të arrijë në atë fazë që duhet. Ndërsa atia më kupton do jetë gjithmonë e ndrydhur dhe do ketë edukatën e si jemës dhe nuk dua, mbi të gjitha që është edhe vajzë, dhe nuk dua të ketë po të njëjtin fat si e jem e saj, më kupton? Mirë, ajo është fatkeqësi se si nëna e saj është rritur, pra ish bashkëshortja juaj, e cila është rritur me prindër të divorcuar me një gjyshe që nuk e ka çuar në shkollë dhe ajo është analfabete dhe ky është fatkeqësi shumë e madhe që në 2026 vazhdon akoma të kemi njerëz që janë analfabet, nuk kanë bërë asnjë vit klasë shkollë, por nëse kushtet janë kështu që ajo nën përpos që nuk është e shkolluar, por gjitha ka dhe probleme me shëndetin mendor, padyshim që ke të drejtat e plota që kujdestarinë e vajzës ta marrësh ti, duke ditur që ti je një baba më i përgjegjshëm, ke të ardhurat dhe vajza mund të rritet shëndetshëm në familjen tënde pa e penguar që të ketë kontakte me nanën. Jo, pa diskutim, atë nuk e kam penguar dhe unë biles, sa herë që a merr në telefon unë janë nxjerr vajzën. Por nga që ajo e detyronte vajzën kur ishte këtu, e detyronte të bënte gjërat që ajo deshta, më kupton, dhe impononte vajzën. Tani vajza nuk do t'i dalas edhe në telefon, dhe ajo po unë po e mësoj vajzën që të mos t'i dal në telefon. I thash moj ti zonjë, po ti ashtu unë të bënja blok, i thash. Jo, ju e mësoni theshte që vajzat mos më dalin në telefon. Po më vjen keq, më ja ku e ke vajzën, foli. Jo, vajza thot, babi të lutem bëj blok se nuk dua, thot, as ta dëgjoj as ta bëj. Përkundrazi, nuk më ka mësuar pas një lloj gjëje. I dashur foti, vajza është vetëm 5 vjeç dhe sigurisht duke jetuar vetëm me ty dhe nënën e ka larg, ndoshta ajo dhe mund të harroj imazhin, dashurinë e saj, ngrohtësinë e saj. Detyra jote si baba është që ti flasësh gjithmonë me dashuri për nënën.
duke mos treguar problemet që ju keni pasur se ajo është vetëm një fëmijë. Foli me dashuri që edhe ajo t'ja dëgjoj zërin, se sido që tjetë ajo është nën. Nuk u jam në kundërshtim, normalisht që po, sepse jam një njeri i logjikshëm dhe e di që si nenë kësaj vajze nuk mund t'i bëhet as edhe një vajzë tjetër përveç asaj, pa diskutim. Por nga momenti që ajo e merr fëmijën në telefon, më kupton, dhe asaj i kam thënë, mos i llafos fëmisë në këtë mënyrë të këtij, sepse ajo e merr dhe i thot kështu, kush të mëson ty kështu në këtë mënyrë të më llafosësh mua kështu, se ja tregoj unë qefin të gjithëve atyre aty jam. Ky quhet një kërcenim për vajzën dhe atremet akoma më shumë. Dhe prandaj i them edhe asaj, llafos me qetë, jepi më dashuri fëmisë që të ndjej dashuri ndaj teje, mos llafos kështu i them unë duhet të të mësoj ty akoma i them. Po jo thot ju e mësoni vajzën kështu, Kujdestarin mbi vajzën do e vendosi gjykata, se kush do e marri kujdestarin, por jam e sigurt që ish bashkëjetosja juaj mund të na dëgjoj. Ke një mesazh për t'i përcjell asaj, nënës së vajzës? Tashi, një mesazh që i përcjell nënës të vajzës i them këtë lloj gjëje, sepse unë ja kam thënë edhe në telefonat, por ja them edhe kështu, që ajo mbi të gjitha është e mirëpritur të kthehet në familjen e saj, por me një kusht që në çdo lloj gjëje që ajo mendon të verë fëmijën e saj përpara, familjen e saj dhe pastaj vijnë të gjitha gjërat e tjera në vijë dhe të heq kokëfortësinë e saj dhe të kthehet në familje, të heq kokëfortësinë dhe të filloj të mësoj që të ecë përpara. Të kthehet në familje tek ju? Po, sigurisht në familjen e saj, në çupën e saj dhe në burrin e saj, por nga momenti që ajo t'i bindet llafeve tona që ne e kritikojmë gjithmonë për mirë, se nuk ka bashkëshor që të mësoj gruan e tij për keq. Dhe t'i jap dashuri çupës, a më kupton? T'i përkushtohet çupës. Pra, jo të më brakti çupën dhe të çojë ti. Nëse ajo rikthehet, ti do të rreqësh nga gjykata kërkesën për divorc. Unë do ta tërheq kërkesën, por nëse ajo vendos t'i përkushtohet familjes. Jo të vi këtu dhe të ketë mendje domethënë për njerëzit e tjerë, edhe të çojë të ikë dhe të mos. Unë uroj dhe shpresoj i dashur Foti që ajo ta ndjeki këtë live, uroj që të reagoj me shpresë që të rikthehet tek ju dhe të vazhdoni jetën, sepse divorci një fjalë goje është, por pasojat janë shumë të mëdha, si për ty, si për atë, si për vajzën e vogël, kështu që uroj të ketë një ndërmjetësim, ajo të më telefonoj dhe të jeni sërish bashkë. Ne do mbetemi në kontakt dhe të uroj më të mirat ty, por sidomos vajzës tënde. Të faleminderit shumë, të gjithë të mirat kështë, faleminderit. Faleminderit Foti. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Dhe ju nëse keni një histori për të denoncuar, kërkoni që t'jeni pjesë e live-eve të mia, mund të më telefononi në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku tashmë e kam kthyer tradit çdo paradite, live ora 10, jam me këtë histori shqiptare, histori reale që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar. Faleminderit që më tishni, deri takojmë nesër me historinë e radhës.